Se e di ka një gjë, unë shoh shumë shpesh njerëz këtu brenda që dhe pse nuk nifemi thjesht fare me njëri tjetrin. Mund të kemi rastis në ambiente artistike, televizive bashkë etj. Po ndjej që ose më saktë shoh që vim shpesh rrotull njëri tjetrit, përqafohemi, puthemi, prekemi. Kjo vjen nga që secilit këtu i mungon një dozë dashurie që e merr në përditshmëri. Ti mundohesh gjesh forma si ta marrësh nga secili. Unë kam marrë përqafime. Po, edhe unë kam marrë. Prandaj them që më duket sikur për faktin që ke qenë për situata ku je sulmu dhe ke sulmu, shumë shpesh njerëz janë distancu. Me edhe pa të drejtë, nuk ka rëndësi, sipas gjykimit të cilit. Dhe të ka mungu kjo doza. Një dozë qoftë edhe vëmendje nga dikush. Vëmendje? Po vëmendje në sensin e të parit për dashuri, për të dhënë dashuri. Kujdesit. Po, kujdesit. Të ka mungu e ke bërë ra, apo? Okej. Base kam pa unë kështu, base jam unë gabim. Ndoshta unë e këta me pak. Ajo çka është pak për ty për mua shumë. Ajo çka është pak për ty për mua shumë. Edhe në fund e parë. Varet shumë si jam mësuar, po. Varet shumë si jam mësuar. Po që secili meriton, kjo është pak përsi. O grupi, aty ku lajmë, një, dhe aty ku fajnë e lajmë robat.